إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falënderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin kur s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar besimtar, shpesh herë njerëzit lexojnë për dështimin e shoqërive dhe për sukseset e tyre. Dhe përmendin arsye, shkaqe, ndodhi të ndryshme që ata i llogarisin si shkak dhe faktor në suksesin apo dështimin atyre shoqërive. Por është një gjë shumë më bazike se kjo, një element shumë më i rëndësishëm se gjithë këto, që duhet ndalë dhe përmend dhe parashtru pyetje na vetvetes tonë, se na kemi kujdes në atë pikë dhe në atë element apo jo, apo thjesht mendojmë se ajo pjesë dhe ai element llogaritet si një pjesë dekorative dhe sekondare e shoqërive islame. Dhe ajo është një pyetje shumë e thjeshtë, për që harrojmë me parashtruar vetvetes tonë. Na i duam muslimanët. Na mes vete a duhemi si vëllezër? Shumë pyetje thjeshtë. Që shtash parashtoj vetvetes tonë dhe pyetjen, atë që e ki afër vetes, a i donë more për rizat Zotit, ajo bashkë kini ardhë në xhami. Me një xhami na krejt bashkë. Jetojmë me një qytet, jetojmë në një shtet, jetojmë si një familje, jetojmë me një shtëpi, punojmë në një punë, udhtojmë me të njëjtin autobus, tregtojmë në të njëjtin treg. Po Zotin, a i duam more njëri tjetrin na? A duhemi si vëllezër, si musliman? Apo e urrejmë njëri tjetrin? Prej kësaj dashurie, pastaj buron çdo energji pozitive në mirëqenien e shoqërisë tonë. Kur ta duam nga njëri tjetrin, e respektojmë njëri tjetrin, e nderojmë njëri tjetrin, ndjejmë dhimbje dhe mërzi kur vllau ynë ka dhimbje dhe mërzi, ndjejmë gëzim kur vllau jon është i gëzuar. Kur ta duam për rizat Zotit, e që dashuria është pjesë e imanit ton, pjesë e besimit ton, dhe është nga adhurimet e zemrës, e që imani janë është ajo që qetësohet në zemër dhe aty vendosët, e pastaj shprehet me gjuhët tona dhe dëshmohet me gjymtyrët tona. Se ndonjëherë atë që i kemi në formë deklarative, nëse nuk e dëshmojmë me vepra, mbetet në suazat e një deklarate të thatë dhe e kote, cila s'ka kur një farë baze. Ama çdo se fillon prej te zemra, e që është një dashuri që na duhet pas për njëri tjetrin. E kom analizu thellë dhe gjatë. Dhe me gjitha argumentet fetare, del në mejdan se një shoqëri islame nuk mundet me ecë para nëse nuk e duan njëri tjetrin. Se kur e duan njëri tjetrin, edhe arsyetojnë njëri tjetrin. Se njëri pa gabim nuk ka. Kur ta dush ati që e don
i arsjeton gabimin. Kurse don, kur e uren, mendë që prete me gabun. Andaj ndodhin edhe konfliktet dhe të lashët mesin e muslimanve. Kur e don ti dikan e nuk e gënjen. Kur e don ti dikan nuk ja thën zemrën. Madje dhe kujdesësh që me qenë i kujdesshëm ndaj ti që mos me aprish bile edhe ndonjë qef dhe hatër që e ka. Kur e don ti dikant, e din edhe çajin ai pin me sheqer a pa sheqer, a pa ka shumë sheqer. Edhe atë detaj mundosh, që është një nivel shumë i thjesht, por megjithatë kujdesesh deri në atë nivel që edhe pijen me abo që ai ashtu e ka qef. Vallai kur se don pelin javan. O dhe zërdashër, a dini se Allahu te bareke ve taala thot për besimtarët kështu: wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'din. Thot besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit. Janë miq të njëri tjetrit. Awliya, Allahu azza wa jall wali të vetën për dashamir dhe miq të vet i ka përgjith pejgambert e vet dhe besimtarët. Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu është miku i atyre që kanë besuar. E nuk mundet mu plotësu imani dhe besimi jon pa u dashna me njëri tjetrin. Mendoni se është luks dhe zbukurim dekorativ me i dash vëllezërit të musliman? Jo vallai, është pjesë e imanit. Madje thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Awthaqu ura al-iman al-hubbu fillah." Hallka më e fortë e imanit, ç'kjo më e fortë? Ç'e hallka? Imani ka hallkat e veta. Hallka kryesore e imanit është me dash vllahun tënd fisebilillah. S'jam të fol për këto dashuri, për interes, për pare, për politik, për post. Ajo s'ka kur një farë vlerë. Ajo dashuri o 4 vjetë, mas 4 vjetëve është armitësi. S'foli për atë pjesë, po foli dashuri rizalillah. Për Zot, për Allah. Vetëm për i Zotit, as gjë më tepër. Dhe historikisht, shoqërit që kanë pas islam, din dhe iman, që janë gëzu kolektivisht, e janë mërzit bashkarisht se njoni nëse o kundra atësës, kretë shoqëria kundra atësës, e njoni nëse ka pas një halë dhe një dert, kretë shoqëria ka vrapu që atë halë dhe dert me alargu ati, që ato shoqëri kanë lullzu dhe kanë qenë sukseshme dhe kanë hecë para dhe janë shembulli më i mirë në biruzullin toksor. Çdo shoqëri ndryshe nga kjo, e cila e ka organizu vetëm pa marrë parasysh dekorimeve dhe makijazheve të rreshme që i kanë pas dhe i kanë, janë dështuar. Dhe aty vlon sheri, vlon urrejtja, vlon e keqja dhe vlon shkatrimi dhe dështimi në gjitha anë dhe aspekt. O vëllezër dashur, sot unë këtë dashta me përkujtu vetë vetën, pastaj edhe juve. Një pyetje që vallahi është pyetje e imanit. Me dash një vëlla musliman, kjo është dëshmi se ki iman në zemrën tënde. Me ju rejt muslimant, vallahi ki problem me imanin tënd. Edhe nëse fal 5 vakt namaz, edhe nëse shkruan hadithe 24 saat, a kanë tjetër i thumbon gjithkohës muslimant, edhe nëse fol për imanin, për akiden, a i shqetson dhe i bën racës muslimant, ti ki problem me imanin tënd, me besimin tënd, biri vetës masë si në rregull. Nëse atë e ban me urrejtje dhe me nënçmim ndaj muslimanëve, si në rregull, imanin si kin terezi, biri vetës masë. Pendohu te Zoti, përmisohu dhe korrigjohu se nuk ka diçka në rregull me ty. Nëse nuk zohesh me gëzimet e muslimanëve, e Zot na ruaj dhe mërzitesh dhe mundohesh me ju akumar muslimanëve kur mërziten, ti si në rregull me imanin tënd. Nëse nuk mërzitesh me mërzia që i kanë musliman vllazit e tu rreth teje, madje edhe gëzohesh fatkeqësitë e tyre,
ti s'jen në të rezi me imanin ton, ki problem me imanin ton, ki problem me amen të billah, me shartin e parë të imanit ti ki problem, defekt ki. Dhe ky defekt, ky problem është shumë serios. Dhe si hall ka imanit tënd është në rrezik, madje edhe me pikpyetje të mëdha ekziston ajo. Janë çështje që ndoshta në syrin ton duken sekundare, ama besoni që tek Rabbul Alemini dashuria për Allah është hallka më e fortë e imanit ton dhe lidhjes ton me Allahun te bareke ve taala. Ai që s'e ka këtë hallk, atij mungon lidhja me Allahun te bareke ve taala, e ai që s'ka lidhje me Allahun azza wa xal, në të amaje mirë dhe të mendon mirë se si ka me vdek dhe si ka me dal para Rabbul Aleminit. I ki dash vëllezërit e tu, me këtë dashuri ki fitu Allah, dashurinë e Allahut te bareke ve taala. I uren muslimant, i nënçmon muslimant vëllezërit tu, dhe u amendon të keqen, ta di se keq pun t'i ki edhe me Allahun te bareke ve taala. Allah na i përmirësof zemrat, Allah na i shtof dashurinë mesin ton, o vëllezër. Allah na i shtof dashurinë mes neve, o vëllezër. Bëni dua që Allah me na i zbut zemrën dhe me na i shtu dashurinë ndaj njëri tjetrin, të jemi tolerant, të kemi mirëkuptim me njëri tjetrin, të arsyetojmë njëri tjetrin, sepse kjo energji pozitive dhe ky arsyetim ndaj njëri tjetrit është dëshmia më e fortë se Allah ka iman në këto zemrat tona. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan kamilina kama amar washkuruhu wa huwa alladhi wa'ada al-mazida liman shakar wa akhriju hubba ad-dunya min qulubikum fa innahu idha istawla asar. واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.